Një grup kriminal që trafikon të armë zjarri dhe merre me kultivimin e shitjen e lëndëve narkotike është goditur në Fier nga policia vendore në bashkëpunim me prokurorin në kuadër të operacionit Procedimi. Në pranga kanë rënë 4 persona me precedent penal dhe rrezikshmëri shoqërore. Të arrestuarit janë Boran Buzi, Qemal Shurdhi, të cilët vepronin si organizatorët e grupit, ndërsa Niko Osma dhe Besim Buzi siguronin armët dhe klientët. Ndërkohë një tjetër 51 vjeçar u procedua në gjendje të lirë. Në banesën e Niko Osmës në Durrës u gjet dhe një pistolet, të cilën tentoi ta hidhte nga dritarja në momentin e ndërhyrjes së policisë. Nga hetimet rezultoi se ky grup merrej edhe me kultivimin e bimëve narkotike dhe shitjen e kanabisit. Në vijim të hetimeve u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Procedimi, ku gjatë operacionit u ushtruan 8 kontrolle banesash, 2 kontrolle ambientesh të tjera të dyshuara për magazinimin e armëve, 3 kontrolle automjetesh dhe vende të tjera. Nga hetimet rezultoi se këta persona kryenin trafikun e armëve dhe municioneve si edhe mbanin armë zjarri për qëllime kriminale. Aktivitetin e kryenin në disa qytete si Fier, Lushnjë, Durrës, Shkodër e Kukës. Në disa raste armët i siguronin edhe nga Kosova dhe i fusnin ilegalisht përmes kufirit të gjelbër në pikën kufitare të Morinës.